të diskutojmë zhvillimet e fundit brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Do t'ja kërkoni dorëheqjen zoti Abdixhikut pas rezultateve? Të gjitha do i diskutojmë. A do t'ja pranoni nëse ai jep ofron dorëheqjen? Ne do të bisedojmë. Do të Qëndrimi para juaj? Po qëndrimi tim do është palosi në Jo, zyrat e jeni LDK-s. për mu shkarku apo jo? Çdo çështje do e bëj publike pasi të shterë gjitha diskutimet. A është mbledhje e kryesisë apo mbledhje vetëm me nën kryetarët? Për gjitha çështjet është mirë të i adresoj zyrtarit për informim. Takimi yni, takim konsultativ. Do t'ja kërkoni dorëheqjen zoti Abdixhikut pas rezultateve Ne të kemi takim për çështjet tonat të brendshme të partisë, për media dhe për publikun, mas takimit do japim deklaracion. Do t'ja pranoni dorëheqjen nëse jep? Nuk e di. Do ta shohim tash për tash takim. Cili është qëndrimi juaj? Nuk është vetëm kryesia kompetente për këtë çështje. Qëndrimi juaj Është personal. kuvendi, është këshilli i përgjithshëm, ta shohim. Është takim konsultativ, fillon ora 14, aty do i shpreh qëndrimet e mia, më pas vëdej. A do të ishte e gatshme ta drejtoni LDK në shkëmbandër e mbijuar? Është një takim i rregullt që bëhet me anëtarët e kryesisë për të bërë një bilanc se si kanë shkuar zgjedhjet dhe një analizë e përgjithshme. Çfarë veprime do të merrni pas rezultateve? Cili do të ishte propozimi juaj meqense ende s'ka vendim të partisë? E besoj që në bazë të statutit ne do të thrasim edhe mbledhjen e kryesisë, do ta mbajmë edhe aty do të bëhet një diskutim edhe do ta caktojmë një datë për kuvendin. Nëse zoti Abdixhiku vendos të jep dorëheqja, do t'ja pranoni si kryesi? Kjo mbetet, kjo është kompetencë absolutisht e secilit anëtar të kryesisë, edhe besoj që LDK-ja njihet për një debat të brendshëm, për një demokraci të brendshme, edhe është tepër e shëndosh që ky debat të kultivohet dhe të mbahet gjallë gjithmonë. A do kërkoni dorëheqjen zoti Abdixhikut? Cila do të jetë? Cili është qëndrimi juaj për Abdixhikun?